E dëgjues dashur, tashmë kemi kaluar edhe në pjesën e dytë të magazinës së mëngjesit. Pak më parë ju paralajmërova se zoti Sulejman Baxhaku, drejtori i shëndetësisë në komunën e Prizrenit, do të jetë me ne të flasim për shërbime shëndetësore në atë komunë, për sfidat aktuale, por edhe për planet në të ardhmen. Mirë se erdhe. Mirë se u gjeta, faleminderit shumë për ftesën. Na trego së pari zoti Baxhaku, si e vlerësoni aktualisht gjendjen e shërbimeve shëndetësore në komunën tuaj? Po, gjendja e shërbimeve shëndetësore nivelin parësor në komunën e Prizrenit realisht është e mirë dhe stabile. Këtë e them me bindje të plotë dhe në komunikime të vazhdueshme me stafin dhe bazuar në raportet periodike të menaxhmentit dhe stafit QKMF-s, si dhe me nivelin e kënaqëmërisë të pacientëve që kanë shprehur gjithandej. Sigurisht gjithmonë ka hapësirë për përmirësime dhe në përgjithësi ofrimet shërbimeve tjera me më shumë profesionalizëm dhe përgjegjësi dhe me përkushtim pak më të lartë ndaj qytetarëve. Zoti Baxhaku, na trego pak për sfidat kryesore me të cilat po përballet sektori i shëndetësisë në komunën tuaj. Sfidat kryesore me të cilat po përballet shëndetësia në nivel komunal janë buxheti jo gjithmonë i mjaftueshëm, bazuar me kërkesat të cilat vijnë gjithmonë në rritje, lista esenciale e cila zakonisht shpërndahet nga Ministria e Shëndetësisë dhe është e kufizuar dhe nuk i mbulon të gjitha kërkesat e barnave të nevojshme dhe smundjeve gjithmonë rritje të pacientëve. Procedurat e të zgjatura të prokurimit janë problematik shumë e madhe, e cila shpesh na kufizon dhe ndikon në vonesat e realizimit të kontratave dhe furnizimeve të vazhdueshme. Megjithatë, pavarësisht gjithë këtyre sfidave, ne po bëjmë përpjekje maksimale që shërbimet shëndetësore të mos sënohen dhe qytetarët të mos mbesin asnjëherë pa trajtim. Kur jemi tek stafi mjekësor, ka mjaftueshëm staf mjekësor në QKMF dhe qendrat e mjekësisë familjare apo po përballeni me mungesa? Aktualisht jo, ne si realisht QKMF-ja qëndron mirë aktualisht me staf mjekësor, gjithashtu edhe qendrat tjera të mjekësisë familjare. Kjo është si rezultat i planifikimeve dhe rekrutimeve me kohë. Vetëm gjatë vitit 2025 janë pranuar 16 mjekë të cilët kanë filluar punën në fund të vitit 2025 dhe 32 infermier të cilët pas përfundimit të procedurave të rekrutimit sot me datën 12/2 pritet që të fillojnë punën edhe zyrtarisht. Kështu duke i plotësuar nevojat e përburimin njerëzor në kujdesin parësor. Kjo na jep natyrisht një siguri edhe një efikasitet më të mirë në ofrimin e shërbimeve shëndetësore për qytetarët. Dhe si qëndron furnizimi me barna dhe me pajisje mjekësore? Lista esenciale e barnave e cila sigurohet nga Ministria e Shëndetësisë mbulon insulinën dhe disa barna tjera bazike, por fatkeqësisht ka mungesë të konsiderueshëm për shumë kategori të tjera të pacientave. Për këtë arsye si komunë brenda mundësive kemi provuar të gjejmë një fond përmes cilëve mund të sigurojmë këto barna shtesë për patologjitë të ndryshme të reja dhe cilat shfaqen dita ditës dhe si pasojë kërkesave për barna jashtë listës esenciale. Ndërsa sa i përket pajisjeve mjekësore, si komunë qëndrojmë bukur mirë, gjithmonë duke ndjekur kërkesën e mjekëve dhe duke e parë nevojën për pajisje të reja, aktualisht qëndrojmë mirë në këtë fazë. Po, a ka plane për investime të reja apo përmirësim të infrastrukturës shëndetësore gjatë këtij viti? Realisht infrastruktura shëndetësore në komunën e Prizrenit për shkak të investimeve të vazhdueshme qysh prej vitit 2001 është bukur e mirë në krahasuar me komuna të tjera, por natyrisht ne kemi plane konkrete për zgjerimin e infrastrukturës dhe mirëmbajtjen e gjitha atyre që realisht janë. Për shembull, gjatë këtij viti planifikohet përurimi i qendrës mjekësisë familjare tek ish kampi i Kforit, e cila pritet funksionalizohet nga mesi i këtij vitit. Është një qendër që i plotëson standardet evropiane. Realisht i ka munguar Prizrenit një qendër e tillë. Në dy përurimin e QMF-s në lagjen e trimave, e cila pritet të jetë gati nga fundi i vitit, si dhe fillimin e ndërtimit të QMF-s në fshatin Piran, një fshat bukur i madh, dhe një AMF në fshatin Vllashne, e cila do të inkorporojë disa AMF tjera, duke ofruar një cilësi më të mirë të shërbimeve. Këto investime pritet rrisin ndjeshëm qasjen dhe cilësinë e shërbimeve. Gjithashtu kemi marrë një vendim që të ulim
shpenzimet në blerjen e makinave dhe autoambulancave dhe këtë fond do ta fokusojmë në blerjen e aparaturave për realizimin e analizave të shpejta përmes cilave mund të arrijmë që jo çdo patologji ta trajtojmë me antibiotik pa pasur paraprakisht një pasqyrë të shpejtë të gjakut. Po, zoti Baxhaku na njoftuat për këto investime të reja që po bëhen në komunën tuaj, por çfarë po bëni konkretisht për të rritur cilësinë dhe efikasitetin e shërbimeve për qytetarët në Prizren? Për të rritur cilësinë dhe efikasitetin e shërbimeve kemi ndërmarrë disa hapa konkret. Kemi planifikuar trajtimin dhe edukimin e vazhdueshëm profesional gjithë stafit, infermierëve dhe mjekëve gjithashtu. Kemi funksionalizuar zyrën për cilësi, e cila po zbaton planin e veprimit dhe përmirësimin e vazhdueshëm të cilësisë. Kemi funksionalizuar këshillin e pacientëve dhe u kemi siguruar hapësirë brenda qendrës klinike të mjekësisë familjare për të qenë më afër qytetarëve. Gjithashtu jemi duke realizuar dhe inspektime të vazhdueshme në terren për të monitoruar ofrimin e shërbimeve, gjithashtu për të parë edhe korreksinë e stafit në raport me pacientët. Dhe si po menaxhohen listat e pritjes dhe angesat e pacientëve? Realisht rreth 90% e shërbimeve që i ofron kujdesi primar nuk ka listat pritjes. Shërbimet ofrohen natyrisht me njëherë. Listat pritjes ekziston kryesisht në kabinetin e radiologjisë, ku realizohen grafit, mamografit, ehot dhe tek laboratori për shkak të fluksit të jetë madh të pacientëve për realizimin e analizave laboratorike. Gjithashtu, ky fluks pritet të rritet në vazhdim sepse Spitali Rajonal ka ndërmarrë një hap i cili realisht është dashur mu ndërmarrë edhe më herët, ka planifikuar që laboratorin e spitalit ta shfrytëzojmë vetëm për pacientat e shtrim dhe të mos ngarkohet me pacientët nga jashtë. Ne pritet të rrisim stafin edhe me mjek, biokimist, po edhe me infermier laborant, duke provuar kështu që kjo listë të jetë shumë e shkurtër, por gjithashtu kemi plan që rastet urgjente të kalojnë këtë listë pritjes dhe të mos presin, natyrisht me një raport mjekut që sugjeron që ky rast duhet trajtohet me urgjencë. Ato do të bëhen brenda ditës sipas udhëzimit të mjekut. Zoti Baxhaku, ju falenderoj shumë që së pari gjatë të kohët jeni pjesë e magazinës së mëngjesit këtu në Radio Kosovë dhe ndohet me ne gjitha këto informacione. Ju falenderoj shumë, ishte kënaqësi.